Mirë, dakor. Rama, po kam frikë se duke bërë Rama nuk I dëgjua të punë të pasaportës. Tani, apo s'ka problem. Njëherë tjetër. Tani, me atë pasaport edhe e mbylla, jo vetëm që I ketë gjitha njësoj, por gëzon edhe të drejtën që duke qenë shqiptar, qytetar I Bashkimit Evropian, në çdo vend Bashkimit Evropian, Greqi, Itali, të kandidosh për këshill komune, të kandidosh për këshill bashkie, të kandidosh për kryetar bashkie, të kandidosh edhe për deputet në Parlamentin Evropian. Po more votat, shkon atje. Përfaqësues I atij shteti ku je. Me listën tënde etj. E vetmja gjë që s'bën dot ti me pasaportën shqiptare, kudo qoftë, dhe ata me pasaportën e tyre këtu, është të zgjidhen deputet dhe ministra. Kaq. Gjithë të tjerat, po shqiptarët për të zgjedhur deputet vinë këtu, se tani kemi dhe votën e diasporës. Edhe nuk ka nevojë të dhe këtu në Sarand, besoj unë, ka më shumë se sa të gjithë të arsye që jo ju që jeni këtu, se ju që jeni këtu dhe që po më dëgjoni mua, që më keni dëgjuar kush di sa herë, edhe që më falni zonjat në qoftë se ju kam dalë në frigorifer kur bëheni gati për të bërë darkën se vijnë burrat dhe duhet I ushqeni, e keni parasysh se në qoftë se ju s'bëni darkën 3 herë, burrat ditën e 4 nuk janë më për asgjë. Kështu që ju I keni dëgjuar gjitha këto. Por ajo që dua të shtoj për ata që nuk janë këtu dhe për ata që në Sarand janë akoma të lëkundur apo janë akoma, jo të lëkundur, janë akoma në kënet duke bërë plaç pluq që si puna ati që kur e hante ujku thoshte o Zot bëj ëndër, se s'po ja them emrin. Kush ishte? Edhe ata. Në ndërkohë që këtu njësoj si ka ndodhur në ca vende të tjera, këneta, bufi, hëngri, ato që fitoi primaret, kryetaren e partisë apo jo? Apo e kam gabim? Kryetaria e Partisë Demokratike këtu. Nuk e njoh, nuk kam iden fare, po di që ishte fituese e primareve. Ku është? Ha? Ku është? E ka ngrënë bufi. E ka ngrënë atë, ka ngrënë kryetarin e Partisë Kavajës, edhe ai shkreti. Besoj se këta kanë dhe I gjë që këta sa herë e han nga bufi, aq herë han atë që ju tregon bufi. Ky është problemi këtyre. Ai shkreti doli, fitoi primaret e gjithë qarku Tiranës, s'është në asnjë listë, e hëngri bufi. Dash Sula, gjeli detit të Peshinit. Ha? Dashi, po. Po dashi gjeli detit nuk është I Knetës, gjithsesi. Fitoi primaret në Elbasan, ku e keni? Ju do gjithë gjaketa për bufin. E hëngri bufi. Gjaketën e do gjithë dashi vet, dashin bufi e hëngri pastaj. Pra, qa është kjo histori? Qa është kjo talë? Bëmi ma ata, gjithë ata që kanë vajt, demokrat, kanë votuar për këta njerës, me idenë që hajtë t'ju apim votën, t'i qojmë në garë, t'i qojmë në parlament. Po mirë më, qa janë këta njerë? Do shkojnë tani të votojnë për ca kukula të bufit. Për ca se s'po ri tani të them dhe fjalë tjera se më thonë pastaj ti I shan. Kur mua më thonë kriminel, narkoman, drogagji, unë duhet duroj. Kur unë them buf, se buf është, jo, po e shan. Kështu që te janë kandidatët e bufit. Lloj çudish, po pas I vlerë, 0. Këtej tani ju keni një mozaik që se keni pas njëherë. Në thënë drejtën. Keni një piluriot, kokën, doni t'i bini mujt me kokë, ja ku e keni, e tha dhe në fjalën e ti, di vetëm drejt, edhe nuk tradhton njeri, vetëm se ndonjëri duke sigur e tradhtojnë dhe pastaj ky lëviz, po vjen prap. Kështu që keni piluriot kokë fort. Keni një delvinjot këtu.
për kë bërtisni ju, se ju keni 2 Delvinjot, se është dhe Çuçi. E keni për Çuçin këtë, apo e keni për Ardidin? Jo.